do duhej partitë politike të merrnin vendime të tilla që deputetët e njëjtë të mos jenë më pjesë e listave, për shkak se përpos që dëmton imazhin e partive politike, mbi të gjitha i njëjti kandidat e dëmton edhe imazhin e vet. Imagjinoni sikur një kandidat për deputet, i cili potencialisht mund të jetë edhe ministër, kur është në gjendje që të vjedh vota, imagjinoni çfarë është në gjendje të bëjë në raste kur i njëjti mund të ketë edhe post ministror. Ajo do të ishte katastrofike një deputet i tillë të ketë në dorë menaxhimin, buxhetin e shtetit, hipotetikisht mund të them që mundësia për të abuzuar me paranë publike dhe me buxhetin nga deputet të tillë është jashtëzakonisht e madhe. Kështu që moralisht edhe politikisht do të ishte e drejtë që këta deputet të mos jenë në listat zgjedhore. Nga ana tjetër, nëse vërtetohet dhe ngritet aktakuzë dhe e njëjta aktakuzë përfundon me vendim gjyqësor që të njëjtët persona dënohen për veprën penale, natyrisht se edhe sipas ligjit i ndalohet për një periudhë të caktuar, domethënë për 3 vite, që të mos jetë pjesë e listave zgjedhore, qoftë në zgjedhje lokale, po ashtu edhe ato në zgjedhje nacionale.